mund ta parashikoj vendimin e gjykatës kushtetuese, unë mund të them që çka mund të them është që pozicionet politike duhet ndërtohen pavarësisht vendimeve të gjykatës kushtetuese. Në këtë rast, kur po them edhe pozicioni politik i partive opozitare në Kosovë do duhet të ndërtohej jo veç prej momenteve të caktuara dhe prej taktikave e strategjikave, si më thon, momentale, sepse ky nuk është pozicion politik. Ky është taktizim, edhe një farloj ndjekje e frymës, ka të më qënë fryma, e fryma nuk të qënë ka dënë ti. Zakonisht fryma qënë që anej ka ai që ka projekt politik. Zgjedhjet, opozita është dashur me u përcaktu që zgjedhjet me u majt me çdo kusht. Dhe jo veç nëse vendos gjykata kushtetuese. Ose nëse s'vendos gjykata kushtetuese. Do me thonë, pavarësisht vendimit gjykatës kushtetuese, nëse ti beson që Kurti është i rrezikshëm për demokracinë në Kosovë, ti nuk duhet me ia pranu presidentin, edhe duhet me lyp me shku në zgjedhje. Në fund të fundit, ma mirë, le t'ja jep popullin nëse dënë, se popullin nuk ka dashur me ia dhënë, për ndryshe ja kishte dhënë 80%. Populli ja ka dhënë 51% për me qeverisë. Nuk ja ka dhënë 81% për me zgjedhë dhe presidentin. Pse mi ja dhënë ti si opozit këtë sen? Kështu që po du me thonë, pozicioni duhet jetë i qartë pavarësisht vendimit gjykatës kushtetuese, dhe mos ketë dhe opozita nuk ishte dashur me pas motivim vetëm nga çastet ose momentet e caktuara. Dul Vjosa Osmani u dope Albin Kurti, këtyne ju dok, që tash ka me hub Kurti, hajde po shkojnë në zgjedhje. Tash për një moment filloj me ra ky disponim, nuk i qun as komentet gjykatë kushtetuese, nuk ka qun PDK-ja. Merreni me mend, domethënë. Çasi dekurajimi i me një hershëm, kjo vjen për shkak që është dekuraju PDK-ja. Domethënë as komente nuk ka qun në gjykatë kushtetuese. Ata dolën ja 3 ditë me folë televizion, qysh kanë drejt, domethënë i qetën juristat e tyne edhe deputetët e tyne që merren me çështje ligjore, i qetën me folë me zell, sepse menun që mirë po bjen tash Kurti se Vjosa Osmani që ju nda i bjen pak mbështetja, si e pon që nuk o ka dokët që po shkojnë që ashtu situata, u tërhekën komplet u tërhekën, mo as paraqitje televizive nuk dalin, as komente në gjykatë kushtetuese nuk kanë qu. Do me thonë që kjo ka zënë sa pa pozicion politik e kiti sot opozitën. Pozicioni politik nuk duhet me ndiku më në veç apo del Vjosa Osmani, as po del Vjosa Osmani. Ty pozicionin tënë politik duhet me ndërtu në bazë asaj çka beson.